propagandë ndaj çdo gjoje në këtë vend. Madje, edhe ndaj vlera më sublimeve, vlerave të luftës. Na është sot e shohum edhe ndjejmë lëkurën tonë. Qysh sulmohen vlerat e luftës? Qysh sulmohet vlera e çdo gjoje në këtë vend që është ndërtu? Madje edhe institucionet i kanë mohu. E kanë mohu edhe flamurin. Pro këta potencën e kanë si rezultat i konsistencës në propagandë. Po Partia Demokratike i ka pranuar rezultatin zgjedhor, ka reflektu në kuptim të hapjes të krohut edhe reformes për gjenerata të reja, për burra agro, me potencial, me energji që mundën me dhonë kontribut për Partinë Demokratike, por për te Partisë Demokratike me dhonë kontribut për vendin, për shoqërinë. Ka plot 33, plot burra agro, që s'kanë qenë përfshim direkt aktivisht politik, që prej 2019 se tutje janë bo pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është potenciali i vlerës shtesë. Ndërsa sot, në vitin 2025,